Kontrollet e imtësishme në pikën e kalimit kufitar PKK Muriçan kanë çuar në goditje në 2 rasteve të paligjshmërisë brenda 12 orëve të fundit, duke zbuluar trafikim të lëndëve narkotike dhe mosdeklarim të shumave të mëdha parash. Shërbimet e policisë kufitare në hyrje të Republikës së Shqipërisë kanë proceduar penalisht në gjendje të lirë një shtetas polak. UC, 49 vjeç, gjatë kontrollit fizik aty u gjetën 30.000 euro të padeklaruara, ndërsa në qantën e dorës mbante edhe 8.000 euro të tjera, gjithashtu jashtë deklarimit ligjor. Në total, autoritetet sekuestruan 38.000 euro. Ndërkohë, në një tjetër rast, specialistët për hetimin e krimeve vunë në pranga 2 shtetas nga Tirana, ASH 42 vjeç dhe EK 32 vjeç. Gjatë kontrollit në dalje të territorit shqiptar, në automjetin me të cilin udhtonin u zbuluan të fshehura 8 qese me lëndë të dyshuar narkotike kanabis, me peshë rreth 4.2 kg. Sipas veprimeve të para hetimore, dyshohet se lënda narkotike ishte siguruar në Gjermani, duke ngritur dyshimet për një linjë të mirë organizuar të trafikut ndërkombëtar. Materialet proceduriale janë referuar pranë prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme, ndërsa kontrollet në kufi vijojnë të jenë të përforcuara për të parandaluar raste të ngjashme.